Ka momente në politik kur e kupton që aleancat janë miqësi, por janë kontrata, dhe kontratën ta këpusin sa po ta kryejnë punën. Një tronditje e madhe politike mund të ndodhë në javët në vijim në Kosovë, pas 6 vitesh aleancë, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani mund t'i ndajnë rrugët politike, jo me dëshirën e Vjosës, por me imponimin e Kurtit. Sepse tash, Albin Kurti ka 57 deputet, dhe kur i ki 57 deputet, nuk flet ma si njeri që po kërkon ndihmë, flet si njeriu që po vendos. E megjithatë pikërisht këtu nis çudia, pas përfundimit të zgjedhjeve, në vazhdimsi e kemi parë Kurtin duke u përgjigjur në mënyrë të drunjtë rreth temës së presidentit. Si njeri që nuk po don me u kap në fjali, edhe më e çuditshme ai vazhdon me tingullu skeptik për votat e LVV-s për zgjedhjen e presidentit, flet për mungesë numrash, flet qysh mund të ketë zgjedhje prap në prill. Pra njeriu që kur s'ka pas më shumë deputet se sa sot, na flet sikur si ka deputetet e vet, sikur si del matematika. Kjo zakonisht nuk është gabim, por është narrativ, kur një politikan pikërisht në momentin kur është më i fortë, fillon me folë si i dobët, ka dy shpjegime, ose po e përgatit terrenin për me shtu dikë tjetër në lojë, pra me tregu që i duhen votat e të tjerëve, me i detyru me lëshu pediku, ose po e përgatit terrenin për me shkarku dikë, me ndërru planin, dhe mu arsuetu paraprakisht s'kisha çka me bo, s'më dilnin numrat. Këtu vjen pjesa që po qarkullon si zë serioz dhe që po e merr formën e një skenari real. Kurti thuhet është duke punuar në prapaskem për presidentin e ardhshëm që ta propozoj Bekim Jasharin e jo Vjosa Osmanin. E kjo po të ndodh, është e para herë që Vjosa Osmani e kupton se në aleancën e saj me Albin Kurtin, ajo s'është partneri barabartë, është pjesë e inventarit politik, që përdoret sa të duhet, e ndërrohet kur të del më mirë një figurë tjetër. Sepse më herët Kurti thoshte qysh do të insistonte për një mandat të dytë të Vjosa Osmanit, e tash jo vetë që nuk po insiston, por po e lë të hapur edhe frikën e prillit, edhe mungesën e numrave, edhe mundësinë e shkuarjes në zgjedhje të reja. Kjo është mënyra si ta sjellin ndarjen në politik, s'ta thon sot, ta thon me sinjale, me ftohje, me eshtje, me fjali të thata. Në anën tjetër, Vjosa po duket deri diku e padurueshme rreth kësaj teme, dhe është e kuptueshme. Sepse nëse ti je presidente dhe partneri yt politik që ta ka mundësuar të pozit, fillon me e lënë të hapur alternativën, ti s'mundesh me u sill si njeri që nuk kupton. Tash pyetja është, pse pikërisht Bekim Jashari, pse jo një figurë tjetër, apo kandidat i partisë, apo një emër neutral? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse Albin Kurti nuk po kërkon veç president, po kërkon një mburoj. Bekim Jashari për shkak të prejardhjes dhe simbolikës, është një mburoj politike e gatshme, është emër që ta mbyll gojën e shumë kujt, para se me fol, sepse kush guxon me sulmu një emër që lidhet me Jasharajt pa u duk i vogël, edhe Kurti po të jetë duke e menduar këtë skenar, po e mendon për dy arsye shumë konkrete. E para është asociacioni, nëse Kurti hyn në fazën ku duhet me e kalu asociacionin, atij duhet një figurë në krye të shtetit që e neutralizon revoltën, që e amortizon zemërimin, e shndërron një vendim të nxehtë në një vendim të përtypshëm. Pra jo me e ba vendimin më të drejtë, por me e ba vendimin më të mbrojtshëm. E dyta është Hashim Thaçi, në rast se eventualisht ndodh një kthim, një lirim, një dalje Hashim Thaçit nga Haga, Kurti do të donte në krye të shtetit dikë me kredenciale patriotike të pakontestueshme, që mos me lënë hapësirë që gjithë skena të dominohet për një figure tjetër të madhe simbolike. Pra edhe këtu nuk po flasim për president si institucion, por për president si amortizator. Ky është problemi i madh. Kur presidenti shndërrohet në mburoj të kryeministrit, atëherë kushtetuta shndërrohet në aksesor, e institucionet shndërrohen në rekuizita. E këtu vjen edhe një detaj tjetër i rëndësishëm, që e bën këtë skenar edhe më të besueshëm. Albin Kurti, sipas kësaj logjike, nuk po e llogarit si fatal mungesën e disa votave që mund t'i humb nga aleatët e Vjosës. Ai duket i bindur që ato i kompozon diku tjetër, prej votave të partive të tjera, sidomos PDK-s dhe AK-s, që në momente të caktuara e kanë pasur më të lehtë me e votu një emër mburoj se sa me hyrë në zgjedhje të reja. Thuhet që këto ditë Kurti ka qenë për vizitë në Prekaz dhe thuhet që ndërmjetësues në këtë aventurë është humanisti Alil Kastrati, edhe kjo nëse dele vërtet e ka një logjik, sepse Kurti e ka kuptuar që ky operacion s'mundet me u bë thjesht prej partisë, duhet me u mbështjell me shoqëri, me humanizëm, me ndërmjetës, me njerëz që s'duken si politik, por që e kryejnë punën e politikës. Kujtim Hajdaj nga Partia Guxo ka reaguar ndaj spekulimeve të fundit lidhur me kandidaturën për president të Kosovës. Së fundmi u raportua se Bekim Jashari mund të propozohet nga Albin Kurti për postin e presidentit, por Hajdaj e mohoi këtë skenar. Ai e quajti lajmin të rrejshëm dhe theksoi se pavarësisht disa propozimeve të tjera,
Albin Kurti dhe koalicioni i madh fitues mbështesin pa rezervë Vjosa Osmanin për një mandat të dytë në krye të shtetit. Ky është një lajm i rrejshëm. Mund të ketë propozime të tjera, por Albin Kurti dhe koalicioni i madh fitues e mbështesin pa rezervë presidenten Vjosa Osmani edhe për një mandat të dytë në krye të shtetit. Kosovës i duhet edhe një mandat presidencial me Vjosën, sepse sot për sot në Kosovë s'ka figura politike e as personalitetet të tjera që e kanë aftësinë politike dhe përgatitjen profesionale për të udhëhequr më mirë me Kosovën dhe për ta përfaqësuar atë dinjitetshëm përpara bashkësisë ndërkombëtare.